ja lejon politika ruajtjen e, po e them me një terminologji të njerëzillëkut, mjekut, apo kur të hynë në politikë duhet t'jesh më i ftohtë? Absolutisht. Unë mendoj se politika jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe ndoshta edhe në Ballkan ka nevojë më tepër për njerëz dhe njerëzillëk. Sepse mendoj që një prej kështu faktorëve i cili shumë ndikon tek njerëzit për ta humbur besimin, qoftë në procese, qoftë në udhëheqjen e institucioneve apo shtetit, është besimi i humbur në politikanët, duke keq përdor në çdo mënyrë thënien se të gjithë janë të njëjtë. Unë mendoj se këtu tek ne kemi shumë njerëz edhe kualitativ, edhe shumë profesional, por edhe shumë të mirë, të cilët mund të bëjnë një politikë bërje ndryshe me të vetmin qëllim që ta kthejnë besimin tek popullata, tek qytetari dhe gjithsesi ta bëjnë jetën e qytetarit më të mirë. Ju e keni marrë mandatin, ose le të themi drejtimin e komunës së Kosivarit, diku në korrik të 2024-s, nëse s'gaboj. Mendoni se keni pasur mjaftueshëm kohë për të treguar aftësitë, përgatitjen, disponimin tuaj për të bërë ndryshime në këtë komunë? Apo mendoni se koha nuk ju ka favorizuar? Mirë, koha të cilën e kam patur më 8 korrik 2024 e mora unë detyrën si kryetar i komunës së Gostivarit dhe prej atëherë domethënë kaluan diku afër 16 muaj. Patjetër të them që përkundrejt asaj se ne, jo vetëm unë, po unë bashkë me ekipin tim, të gjithë kemi punuar me shumë përkushtim, domethënë gjatë atyre 16 muajve, ndonjëherë ndodh që të jetë edhe gërshetimi rrethanave që të mund ta bësh dhe ta tregosh atë më të mirën prej vetes. Unë mendoj që ishte një periudhë edhe e rëndë, por edhe shumë them kështu efikase për komunën e Gostivarit. Në atë periudhë normal kishte edhe thirrje të ndryshme, realizuam dhe jemi duke realizuar goxha projekte në numër ndoshta mbi 60. Kështu që besoj që ishte moment i mirë që ndodhi ashtu, por si periudhë mendoj